Është koha për intervistën e ditës. Në studio veç më kam bëritur eksperti ekonomisë Abil Baush, dhe t'i Baush, mirë se erdhët në Elsat. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesë. Konflikti, apo më mirë thënë lufta në lindjen e mesme, ka lëvizur çmimin e naftës në bursat botërore, por atje kemi her rënje, her rritje, ndërsa te ne veç më ka filluar të kemi rritje dhe asesi rënje. Në 2 javët e fundit, nëse i llogarisim nga hëna, edhe këtë të hënë, kemi diku mbi 20 denar rritje të çmimit të karburanteve, sepse sot kishim, i bie që dizeli shkoi diku në 92 denar. Dhe i bie që kjo, ata që më shumë ti psojnë janë qytetarët. Po, do të filloj kështu me një paralelizëm, me një komparacion të kohës kur filluam ne të kemi një farloj shoku të krizës të energjenseve, nëse ju kujtohet me luftën vetë Rusisë dhe Ukrainës, kur Evropa kishte një farloj, kishte dhe ende ka problem me energjenset të cilët vishin nga Rusia. Kështu që ne morëm, nëse ju kujtohet, atëherë Komisioni Regulator në bazë... Ditore ishte atëherë. Njerë bënte në bazë javore, bënte kalkulimin e çmimit të naftës dhe derivatave të naftës dhe arriti, nëse ju kujtohet, ne arritëm edhe të kemi edhe 110-115 denar për kilogram naftë, ashtu që u bën një ngarkesë psikologjike të qytetarëve. Me të vërtetë, kur ty kërcen për disa Mira, se rrugë jemi edhe tani, sepse pastaj kishte një periudhë kur Komisioni Regulator Energjetikës harroja të shprehin javë për javë të caktoj çmimet, por ditë për ditë. Dhe i binte se si kur i konvenon. Atëherë ishte, edhe kjo bëri një përshtypje që të bëhen në mënyrë fleksibile të matet në bazat ditore dhe ishte mirë. Më thonë, ishte një masë e mirë, për arsye se edhe ato, do më thonë, rritja e çmimeve ishte bëheshte në bazë ditore, po edhe zbritja e çmimeve bëheshte në bazë ditore, në bazë të kalkulimeve të berzave të cilat ne i kalkulojmë në vendin tonë. Dhe ne menduam se kjo do të vazhdojë për çdo herë. Do të thonë, në këtë tregun e lirë, në ekonominë e lirë, kështu duhet të vazhdojë. Dhe në momentin e parë të cilën ne e përjetuam këtë krizën e energjensave dhe diheshte se do të vije për arsye se në pah ishte konflikti ose lufta në Iran dhe shifeshin këto parametrat ekonomikë, se dim, ekonomia çdo herë është bazohet në për këto perceptimet të cilat ndodhin në për botë, luftrat, krizat energjensave etj. Dhe diheshte se do të fillon të kemi rritje të çmimit të naftës, por nuk duheshte ta bëjmë aq tragjike, të fillojmë ta kalkulojmë naftën në bazë javore, ose puna e parë ishte njoftimi se metodologjia është kjo. Do të ndrohet edhe njerëzit me njerë filluan të vërshojnë, e kujtoni atë krizën me vajnë, me mielin, e mbani mend krizën e pandemisë, po, a ishte në kohë pandemie, por tani filluan vërshojnë pikat e karburantit. Po ne kemi ngarkesën psikologjike të qytetarët. Dhe kështu këtë mundësi që shkojshte në mënyrë permanente rritje dhe mandej zvoglim me njëherë të çmimit të naftës, duhet se ta vazhdojmë këtë të njëjtën dhe nuk ishte nevojë më njëherë të bëjmë panik dhe të bëjmë krizë dhe ta ndryshojmë metodologjinë. Absolutisht. Sepse kishim edhe një hap tjetër të kompanisë Okta, e cila vendosi tul çmimin për kompanitë që furnizohen nga ajo, sepse është kompania furnizuesja më e madhe. Diku për 2 denar dhe këtu paralajmërimet ishin edhe të Oktas edhe të kryeministrit se ja qytetarët për mënyrë do e ndjejnë uljen prej 2.5 denar. E këtu kemi një moment tjetër. Si kjo ulje nuk mbriti tek qytetarët. Këtu kemi edhe një moment tjetër. Përkundrazi mbriti 7 denar dhe 6 denar e gjysmë rritje. Edhe tash, sa ndëgjova kompanitë e distribuimit të naftave, disa kompani ende nuk e kanë marrë për llogaritjen e asaj 2 denarësit, po tash vim me një moment shumë interesant dhe dramatik. Do të themi se këto distributorët tonë munden të bëjmë kalkulimin edhe zvoglimin e çmimit të derivateve të naftës dhe mund të bëjnë kalkulimet e tyre. Këtë dëshmuan vetë pranuan nga kompania e distribuimit Okta. Kështu që ne kemi një moment të një farloj të mos renditjes të mirë të sistemit në të cilën ne jetojmë. Këtë kemi thënë edhe në kohën e pandemisë. Bara mu kanë qenë dëshmitar, në këto studio kemi biseduar edhe për kufizimet e çmimeve të tjerë, se ne në mungon një sistem i cili do t'i targetoj këto probleme që i hasim ne për çdo ditë dhe këto në mënyrë më të butë dhe të kalohet në mënyrë më ky aftershok kalohet më shpejt. Dhe kjo neve na ndodh për çdo ditë. Do shihni, ne e bëm këtë perceptimin e krizës të qytetarëve dhe menjëherë filloi vala e rritjes të
disa produkteve Po, tjera të elementare. pare se dalë tek produktet, sepse ajo që vëret është fakt që ka rritje. Nëse mundeshte të bëhet kjo, të vazhdohet kalkulimi të bëhet në bazë ditore, të vazhdoheshte, shumë thjeshtë kishte qeveria mund të bënte vetëm nëse shifeshte e goodwill i qeverisë, të bënte zvogëlimin e akcizave, të tregon një farë lloj shenje se ne kemi mundësi edhe të Po jo, tha se akciza nuk do ulet sepse nuk është gjendje jashtëzakonshme, tani ka paralajmërime për ulje të TVSH-s, por do shohim a do ndodhet edhe kjo. Dhe ai bie që shkurt flasim edhe për valën e shtrejtimeve që prodhoi çmimi i karburanteve. A shfrytëzohet në raste krizash monopoli që kanë kompani të caktuara në treg? Dhe a përfiton edhe vetë shteti nga rritja e çmimit të karburanteve? Se nga akciza tha që nuk do heqë dorë. Absolutisht po. Kemi dy momente. Kemi momentin kur çmimet rriten të qytetarët dhe kjo bie nën kurriz të qytetarëve, të gjitha çmimet, edhe pse në disa çmime nuk ka nevojë të kemi rritje të çmimeve, për atë arsye kemi mungesë të sistemit të reagojë në disa momente, në disa çmime të produkteve bazë, ku duhet të shihet, jo të shkohet në mënyrë fizike të shihet me inspektorat se cili çmim ka lëvizur ose jo. Me sy të lirë shihen ato zotë. Jo, ajo shihet, e kam çdo e flas, kemi sistem, kemi digitalizim të gjithë libra, të gjithë konto, të gjithë gjërat të cilat i ka një kompani mund të shihen shumë lehtë nga inspektoratet dhe nga institucionet financiare ose institucionet shtetërore të ne, dhe të shihet dhe të dënohet nëse kemi ndonjë thyrje të ligjit për jo korektësi të mirë të tregut, ose si e themi atë për tregti jo korekte. Edhe kjo duhet të sankcionohet jo në mënyrën të cilën e sankcionojnë këta, me disa paushale të cilat ato i paguhen pas një problem, po të sankcionohet në bazë të xhirove të cilat i bëjnë ato kompani dhe të shihet se sa ato ndikojnë në treg. Kjo është e para. E dyta, te pjesa e dytë, a fiton shteti, normal që fiton. Me që nuk merr hap. Absolutisht, se tash në një çmim të ri të derivateve të natës ke TVSH 18% dhe ke akcizë e cila shkon më lart. Për shembull, për benzinat e ke afër 22 denar vetëm akcizë dhe ke 15.3 denar nëse nuk kështu, nëse memoria më mban, ke te dizeli. Tash kjo dhe këto akciza i parashet, domethënë sipas Komisionit Rregullator dhe ligjit të posaçëm të akcizave të cilat është i vendosur, plus kësaj edhe e shtojmë edhe TVSH-n. Në bazë të kësaj, domethënë nëse ne kemi, nuk e di, për shembull në baza ditore afër 1,5 milion litra naftë në ditë shpenzohet, tash mos më zini shumë për kjo, shitet. Domethënë ju fitoni sa para, këtu keni nëse për naftën keni dikun 33 denar plus, i keni akcizë dhe DDV nga çmimi bazë dhe për benzinën keni afër 43-4 denar të cilat ju bien. Dhe ju kalkuloni, ju buxhetin e keni bërë me çmimet të cilat i keni pas me 31/12 2025 dhe tash do ta shihni se sa do të grumbullohen të holla në buxhetin e shtetit nga kjo. Shteti fiton nga kjo situatë, për atë është ndoshta edhe vështirë marrja e masave. Po, ama ne kështu do ta shtyjmë mandej nëse nuk kemi ndonjë moment tjetër se si duhet t'i ndalim këto aftershokat e krizave, do të ballafaqohemi me krizën e 2019, 2020, 2021, 2022, ku do të fillojmë të kenë inflacion i cili nuk mundemi ta ndalim, por arsye se mirë nga kriza. E bim nga jashtë, ne mos harrojmë tash kemi një inflacion 2.9%, ende nuk kemi në ato 2.5%, dhe duke menduar se jemi në fazën e rekuperimit, ne kalojmë në një fazën pse mund ta nxisim prapë inflacionin nga jo faji tash i juni, por faji i cilin na vihet prej emergjencës. Edhe nga faji mos ndërmarrjes së masave në kohë. Sepse ne nuk kemi të vonuar, mund të merren masat nëse duan. Domethënë ne kemi një strategji 30 vjeçare të cilën mundohemi në mënyrë ad hoc të zgjedhim problemet dhe u pa. Ne kemi, unë sa kam dëgjuar edhe nga ekspertët ekonomikë edhe të vendit edhe jashtë, nëse ne nuk reagojmë në masa afatmesme, do të na ndodhë kjo që na ndodhë. Dhe kemi thënë për këto gjëra, se neve do të na ndodhen edhe kriza tjera. Nuk do me thënë kriza energjense, po do të ndodhin kriza e produkteve tjera. Po, pikërisht aty do doja të ndalesh, zoti Baush, sepse nuk do ishte aq të themi
friksuese edhe për vetë qytetarët nëse do të kishim vetëm shtrejtim të çmimit të karburanteve, por kjo do të prodhoj shtrëbalë të shtrejtimesh edhe të produkteve bazë. Gjithsesi çmimet e karburanteve reflektojnë në gjithçka. Vaj është rritur për një kohë shumë të shkurtër, mos them për një javë ditë nga 87 në 100 denar. Ka rritje të çmimit të sheqerit, të kafes, dhe nuk e di më çfarë nuk ka rritje tjera. Gjithë produktet që kanë akcizë rriten. Është interesant. Që i bie se lista është shumë e gjatë, zoti Baush. Po. Për fat të keq po, do të thonë te ne ndodh një fenomen i çuditshëm, do të them, për arsye se nuk kemi masat të cilat i marrim në mënyrë afatshkurte. Sa më shpejt të kemi masa afatshkurte, aq më mirë do dalim nga këto probleme. Tash shihni, unë nuk them se ne duhet të marrim masat gjithëpërfshirëse. Dihet ku e kemi problemit të derivatët e natës dhe të produktet bazë. Nëse dim t'i kontrollojmë produktet e bazë, të gjithë çmimet tjera do t'i kontrollojmë. Më thënë, nëse dim t'i kontrollojmë produktet e naftës dhe derivatëve të naftës, do dim të kontrollojmë këtë problem. Edhe e dyta, nëse duhet të ndihmojmë në masat të popullatës cilë duhet të targetojmë se ka probleme. Tash do të në hasin e problemet e transportit, do të hasin problemet e produkteve bazë tjere tjere. Gjithçka. Këto parat të cilat grumbullohen në buxhet dhe grumbullohen me shumë shpejtësi të mëdha, duhet të dinë të kanalizohen te këto targetet të cilët do duhet patjetër të bëjë qeveria në mënyrë emergjente. E mandej kemi ato masat afat mesme dhe afat shkurte, si ato do të luajnë me të vëshën mandej dhe me akcizat, edhe si do të investojnë investime kapitale në të ardhmen, jemi bo të mbërzitshëm edhe ne me këtë kur flasim për shpenzimet kapitale, ku t'investojmë, si t'investojmë, cëllë është prioriteti jonë dhe shife, brenda një dekade ne i shohim problemet tona ekonomike në vendin tonë. Dhe që nuk janë të pakta, por vetëm vazhdimisht sellohen dhe shtohen. Po nuk janë të pakta, por janë esenciale për të dalë nga këto probleme që i kemi. Sepse duhet ndalem edhe pak tek çmimet e produkteve bazë, sepse ato po psojnë më shumë ti rritje këtë periudhë dhe që nga pandemia e këndej të ne vazhdimisht ka pasur rritje të çmimit të produkteve. Në gjithë botën varësisht nga çmimi në bursat botërore ka shënuar ulje, por të ne kanë mbetur njëjta, madje nuk kanë mbetur njëjta, por kanë vazhduar të rriten, pagat janë aty. Kryeministri javën e kaluar i ftojnë takim drejtuesit e marketeve kryesore në vend. Por a është kjo mjaftueshme, zoti Baush? A mund të besot të themi vullnetit mirë të pronarëve të cilët do duaj që në kohë krizasht kishin mirë kuptim për krizën ekonomike të qytetarëve? Nuk ekziston mirë kuptim e para, për arsye se 5 vjet kemi pritur mirë kuptimin e të gjithë aktorëve të cilët e përbëjnë tregun. Tregu e di se është tregu i lirë dhe tregu i ka komponentet e veta, i ka mënyrën e vetë të funksionimit. Po është shumë fotografi, mu më duket, personalisht më duket shumë fotografi e ashpër dhe e keqe, kur një kryeministër ullet në tryez me disa njerëz të një felle dhe mundohet në mbas të goodwillit të lus që të mbaj një farloj, dhe më thonë çmimi lojal të themi të konkurencës. Kur e dim se pikërisht para 6 muajve ne kishim kuartel të disa marketeve për formimin e disa çmimeve. Ishim dëshmitar. Dhe e dini sa ishte dënimi atyre? Për 10 deri 20.000 euro. 20.000 euro. A dini sa do me thonë për ato 20.000 euro? Asgjë. Po ama, nëse ne shkojmë dhe bëjmë penalizime më të mëdha, se shifet se në aspektin etik, i dënojmë se këto i rrisin emrin mbi emrin i marketit ose i distributerëve, nuk kalon. Më thonë, nuk kalon. Dhe çfarë duhet bëhet në vend të takimeve të tilla dhe lutjes së tyre për të mos rritur çmimet? Qeveria nuk ka nevojë të bashkëbisedoj me të gjithë aktorët e shoqërisë tonë, edhe biznesmen. Po qeveria i ka mënyrat, mekanizmat e veta ose institucionet e shtetit që të mund t'i parandalojnë këto rritje të çmimeve. Kur them t'i parandalojnë, të shohim se sa mund këto të rriten. Nuk është normale, më thëna që e përmendëm për vajnë, nuk është normale një vaj i cili bijet në vendin tonë për një vit, miren kuotat, se ne jemi 1.800.000 popullatër dhe ditë saksisht sa vaj do të harxojmë këto, nuk është normale që brenda natës të arrisim çmimin. Më thonë sepse kjo, më falni, mandej na çon neve të mendojmë në atë aspektin sistematik si mundet që
ti ke marrë me një çmim të caktuar e ke pru vajin këtu, dhe tash brenda natës e shet me çmim shumë të shtrejtë. Pastaj Dhe për këtë fitimi them unë, dy dhe fishara, për këtë tre unë fishara. them se këtu nuk mundet në mënyrë fizike të shkon inspektorati i tregut ose i punës ose cili do të inspektorat tjetër të shoh këto. Kjo shihet në mënyrë sistematike. Do ta shohësh në mënyrë sistematike si ka hyrë ky produkt gjithë dhe si vara- është shit. Prej te prodhuesi deri te shitës. deri te konsumatori i fundit, sa ka lëvizur çmimi dhe si ka lëvizur Po, çmimi. sepse jemi në fund, bara më e madhe bie ndaj qytetarëve, rrogat, sepse vazhdimisht edhe qeveria thotë se ja, dhe për karburantet kemi çmimet më të lira në rajon, kemi çmimet më të lira ndaj këndej, megjithatë, pagat nuk i kemi më të mirat se sa në Europë ku çmimet janë pothuajse të ngjashme, ndoshta diku edhe më të lira se te ne. Po këtu është e kalkulimi i standardit jetës, që cilën ne, nëse ju kujtohet 2012 në enti për statistikë ishte sporta e konsumit, sa mund të shpenzon një familje. Dhe disa elemente bazë. Tash, lidhja sindikateve bën një Shport që nuk i pëlqen qeverisë. Jo që nuk i pëlqen, ato e bëjnë të tyren, ato kanë të drejtën e tyre legjitime të bëjnë, por nuk është indikator për ne të cilët mund ta kalkulojmë. Shporta do t'i bëjnë qeveria, do t'a bëjnë shportën minimale, shportën optimale dhe shportën e luksit. Po qeveria pastaj të tregon se çfarë është luks, çfarë nuk është luks. Tash do të vim atje, dhe tash do të tregojmë se në për këto tre shporta do të bëjmë politika të kualitetit të jetës të qytetarëve. Si do të arrisim kualitetin e jetës, sa do t'i marrim tatimet për disa prej tyre, etj. Do të thonë, në këtë mënyrë krijohet buxheti i shtetit dhe krijohet kualiteti i jetës të qytetarëve dhe pastaj bëhet paga minimale. A dini çfarë deklarat kishte këtu në këtë studion e juaj? 96% të qytetarëve tonë i kanë pronat e tyre dhe nuk ka nevojë të kalkulohet. Po mund t'i kemë pronat e tyre, po mund t'janë zhytur në për kredi. Nuk o puna vetëm të kredia, ja dhe mos ketë kredi. Intereson. Jo mos jetë kredi, nuk ka nevojë dhe kreditjet. Pa ajo tokë edhe ajo banesë amortizohet. Aty paguhen tatime, taksa dhe gjithë gjëra tjera. Tatim pagues. Parat nuk mundet në mënyrë paushale vetëm të hipen disa deklarate se ne që ja tash e zbuluam se këtu nuk mund t'i hekim. Në rregull është 96% të popullatës tonë të kenë pronat e tyre, hajde ta shtamasi sa për tyre paguajnë tatim, si paguajnë tatim, ku shkojnë parat e tatimeve dhe tjetër. Nëse ka mbri deri aty të fillojmë të flasim për politika kreative, themi të kësaj qeverie. Pastaj nuk mund t'i tregojmë qytetarit çfarë duhet të konsumojë apo çfarë nuk duhet të konsumojë, edhe pse shumica ankohen se mezi i dalin në fund muajit me paga që marrin dhe me çmimet që janë, se duhet ta përmbyllim. Edhe ne kemi probleme të mëdha si t'i analizojmë këto. Cilla është paga minimale? Do thënë, nëse unë jam prej atyre që nuk besoj të krijimit e paga minimale, por të paga mesatare, më vjen shumë turp do të them si do ta kalkulojmë pagën minimale. Do thënë, nëse nuk kam nga ana tjetër me çka ta mas këtë pagën minimale. Zoti Baush, faleminderit që sonte ishit në Alsat. Faleminderit edhe juve.